Mirëmbrëma, mirë se erdhët. Tani po fillojmë njëherë tek shenja e dashit. Shenja e dashit gjatë gjithë kësaj jave do të ketë një ndikim vërtet shumë të madh, shumë të fuqishëm. Në këto momente kemi të vendosur drejtuesin e tyre tek shenja e Akrepit, por ditën e martë në orën 14:01 do të kemi kalimin e Marsit tek shenja e Shëgjetarit. Kjo për shenjën e dashit do të thotë një aktivizim vërtet shumë i madh, një fuqizim vërtet shumë i madh, do të jenë shumë energjik, bile mund të kenë shpërtime energjie brenda vetes së tyre, të cilat do janë të detyruar që t'i mbajnë nën kontroll, sepse i njëjti Mars mund të shtytet në veprime shumë impulsive. Por, në qoftë se këtë impulsivitet ose këtë nevojë, energji e ndjejnë për të zhvilluar veten e tyre, për të trajnuar ose e ndjejnë veten të pamjaftueshëm për profesionin që kanë, kjo është komplet e kundërta, do të këshillojësh të ndjekin intuitën e tyre dhe të studojnë edhe më tepër, të marrin ndoshta trajnime të shumta, sepse këto do të ndihmojnë shumë për rritjen e tyre në karrierë. Këto do të vazhdojmë që ta ndijmë gjatë gjithë muajit në vazhdim, por kjo javë është shumë e rëndësishme pikërisht për këtë. Për sa i përket çështjeve sentimentale, hëna e plot ka një ndikim shumë të madh pozitiv, do të krijojë një balancë shumë të madhe. Dhe kemi edhe mundësi gjatë gjithë kësaj jave që të kryejmë lidhje të reja. Kemi një kreativitet vërtet shumë të lartë, kemi një thellim shumë të madh të ndjenjave, sepse vetë bota e shenjës së dashit pozorohet në mënyrë të dukshme në këto momente. Në qoftë se deri në këto momente nuk kanë qenë shumë në dieni të ndjenjave të tyre ose çfarë donin në të vërtetë, mund të kenë qenë pak të pasigurt, ndjesia më themi pasigurisht ka qenë e lartë edhe ndaj lidhjeve dhe ndaj personave që mund të kenë pasur interes. Në këto momente, gjatë kësaj jave, të gjitha këto do të balancohen në mënyrë të dukshme dhe kemi edhe një mundësi për të krijuar lidhje të reja, po ashtu dhe për të rregulluar lidhjet aktuale. Pika ku do të këshilloj që të jemi të kujdesshëm, bile super të kujdesshëm, është shëndeti. Duke qenë se edhe hëna e plot do ta nxjisë edhe vetë ata në këto momente, duke qenë se do të kenë një energji shpërthyese siç e përmenda, në qoftë se nuk e përdorim ashtu siç duhet, kjo do të përkthehet në sëmundje fizike, të cilat mund të jenë me temperaturë të larta, sepse do të kemi një përhapje të infeksioneve. Normalisht të gjitha shenjat mund të prekin, por shenja e dashit duket pak më prekur se të gjitha të tjerat. Prandaj dhe do t'i këshilloja që të visheshin ashtu siç duhet, të ushqehen ashtu siç duhet dhe energjinë ta përdorin ashtu siç duhet. Mundësisht të bëjnë edhe sport, pra të jenë aktiv në mënyrë që energjinë, shpërtimet të mos i kenë momente të gabuara, por ta kenë të kontrolluar. Në qoftë se kjo është pak në klapa, në qoftë se në këto momente dëshironi që të bëni investime për rritjen e biznesit tuaj, ky është një moment ideal. Deri ditën e premte do ta këshilloja me ngujm, sepse pas kësaj, duke qenë se Merkuri do të kalojë në retrograd, vendimet që mund të marrin mund të jenë të gabuara, prandaj dhe ky është momenti ideal për të vepruar. Shenja e Demit, gjatë gjithë kësaj jave ka një ndikim shumë të fuqishëm. Do të kemi një hënë të plot tek shenja e tyre, për këtë arsye shenja e Demit është karakteri kryesor i gjithë kësaj jave. Do të jetë shumë i fuqizuar në çdo aspekt të jetës, do të jetë i nxitur për këtë arsye në çdo aspekt të jetës. Prandaj dhe mund ta ketë pak të vështirë për të ndonjëherë i balancuar. Mënyra se si mund të jetë më efikase për të balancuar energjinë e tyre ose mendjen e tyre, më të themi, që ta përdorin ashtu siç duhet, është të jenë shumë përzgjedhës dhe të krijojnë një farë programimi për çdo ditë të kësaj jave, në mënyrë që të mund të fokusohen vetëm nga një punë në çdo ditë. Kjo do të ndihmojë vërtet shumë, jo vetëm që të përzgjedhin dhe të jenë efikas, por në të njëjtën kohë që do mos u mbasin energjinë e tyre. Në këtë moment ka një rritje vërtet shumë të madhe që të rriten në karrierë, bile të gjitha problemet që mund të kenë pasur, sepse ata vetë nuk dinin se cila është rruga e duhur ose ndoshta mund të jenë përballur edhe me pengesa, në disa raste vonesa të cilat mund të kenë ulur në mënyrë të dukshme durimin e tyre. Gjatë gjithë kësaj jave kjo do të ndryshoj, sepse do të shkëlqejnë të gjitha gjërat që janë pozitive për ta. Pas datës, ose më të themi, duke filluar nga dita e Merkur e tutje me hënën e plot, për ta do të hapet edhe rruga e fillimit të lidhjeve të reja, sentimentale, e fillimit të një periudhe ku ata do të ndjehen vërtet shumë mirë në lidhjet e tyre sentimentale, ka një vetvlerësim shumë më të lartë,
komunikimi në këto momente është shumë pozitiv, bashkëpunimet po ashtu e bën mirë dhe bashkëpunimet nuk janë thjesht për të kryer ardhur materiale, është e vlefshme edhe për çështje sentimentale ose për personat të cilët ata kalojnë më tepër kohë, sepse në këto momente për shenjën e Demit kemi një shndërim të dukshëm. Dhe kjo do të prek në çdo aspekt të jetës së tyre, do të krijojë një jetë në të cilën ata ndihen të balancuar, të jenë të vlerësuar dhe ndihen vërtet në shtëpinë e tyre, në zonën e tyre të komfortit, në çdo aspekt të jetës së tyre. Ndërkohë që përsa i përket shëndetit, shenja së Demit do t'i këshillojë që gjatë gjithë këtij muaji të jenë të kujdesshëm, por sidomos në këto momente do t'i këshillojë që të jenë të kujdesshëm sepse mund të jenë pak më të hapur ndaj problemeve të vetë shkaktuara në qoftë se lëvizin në mënyrë impulsive, pra nëse bëjmë veprime impulsive. Përsa i përket trashëgimive, kjo është një javë ku shenja e Demit mund të përfitojë më tepër se javët e tjera, do t'i këshilloj që ta marrin parasysh. Për shenjën e binjakëve, është një javë shumë e rëndësishme, është javë e fundit përpara retrogradës së Mërkurit, drejtuesit të tyre, prandaj do të këshilloj që ta përdorin në maksimum. Në këto momente kemi shumë vendosje tek shenja e Akrepit. Për ta domethënë jeta e përditshme, efikasiteti që kanë në jetën e tyre, shëndeti, morali, po ashtu dhe marrëdhëniet që kanë me punën dhe me kolegët e tyre. Në këto momente këtu është pika ku po stimulojmë më tepër dhe kemi nxitje më tepër për të krijuar një rutinë të shëndetshme, për të qenë më efektiv dhe po ashtu për ta përdorur në maksimum. Do të vazhdoj që të jetë aktive kjo deri në fund të kësaj jave, kur Mërkuri do të kalojë në retrograd, siç e përmendet tek shenja e Shëgjetarit. Për këtë arsye, në qoftë se kemi një pikë që në këto momente po na pengon ose pak a shumë po na mërzit, po na nxit, po na nervikos, do të këshilloj ta marrim pak më tepër qetësi, sidomos në qoftë se i përket punës, pra efikasiteti që kemi në punën tonë, në profesionin tonë, sepse kemi mundësi që të gjejmë rrugëzidhje vërtet shumë pozitive, të cilat do të bëhen edhe një mënyrë e re për ta bërë punën tonë dhe për të qenë shumë më tepër efikas, ndërkohë që përsa i përket çështjeve sentimentale, ky është momenti që të dëgjojmë partnerët tanë. Është momenti që të jemi më empatik dhe të perceptojmë mirë se çfarë po na thuhet. Në këtë moment shenja e binjakëve mund të ketë tendencën që t'i pëlqej mendja vet, ose më themi që të thotë të mos dëgjoj partnerët e tyre, prandaj edhe kjo krijon probleme të rëndësishme brenda marrëdhënieve. Por në qoftë se thjesht dëgjon se çfarë po mundohet të thotë partneri i tyre, kanë një aftësi shumë të madhe për të gjetur rrugën e mesme në këto momente, prandaj edhe kjo i ndihmon që të krijojnë dhe lidhjet ose të rregullojnë lidhjet e tyre aktuale. Kemi një rritje vërtet shumë të madhe në karrierë në këto momente për shenjën e binjakëve, është një rritje që do të shpërthej dhe mjafton që të jemi të fokusuar, pra siç e thash, të jemi më përzgjedhës në jetën tonë të përditshme, sepse kjo do na tregojë edhe rrugën për rritjen në karrierë. Kjo mund të përkthehet në të ardhur materiale vërtet shumë të mira, në qoftë se jemi të përgjegjshëm, pra në qoftë se jemi thjesht të organizuar. Okej. Përsa i përket shëndetit, shenja e binjakëve është e ndikuar në mënyrë të dukshme, duke qenë siç e thash tek shtëpia e tyre shëndetit ka shumë vendosje në këto momente, sidomos deri ditën e martë, do t'i këshilloje që të jemi shumë të kufizuar me energjinë tonë, duke qenë se nëse se shpërdorojmë, kjo mund të përkthehet edhe në një imunitet vërtet shumë të ulët dhe si rrjedhoj trupi mund të lodhet dhe kjo do të përkthehet edhe në sëmundje, në ngjitje në sëmundjeve të cilat janë në këto momente, që mund të thotë edhe rritjen e temperaturës e të tjerë. Prandaj dhe shenjës së binjakëve do të këshilloj që të jenë shumë të kujdesshëm, sidomos në qoftë se ndjeni vështirësi në frymëmarrje, do të këshilloj që të jeni edhe më të kujdesshëm, sepse ky mund të jetë alarmi i parë, më mirë të themi, i sëmundjeve që janë tani. Po kaloj tek shenja e Gaforës. Shenja e Gaforës gjatë gjithë kësaj jave është shumë e fuqizuar, por është shumë e shpërndar, pra ka një super fuqi, të cilën nuk di se ku të shpier. Kemi një hënë të plot tek shenja e Demit dhe kjo atë fuqison vërtet shumë sepse ka një energji e cila e nxit njëra tjetrën. Por duke qenë se janë shumë të shpërndarë, siç e thash, mund ta shpërdorojnë këtë në vende që nuk i nevojitet. Në këtë moment shenja e Gaforës deri ditën e shtunë, duke qenë se kemi një uran të vendosur tek bota e tyre brendshme, janë shumë të ngatëruar, edhe mendja e tyre punon shumë herë më shpejt dhe çuditshëm,
po ashtu mund edhe të kemi një subkonsciencë e cila po del shumë në sipërfaqe në këto momente. Prandaj edhe mund të ndjejmë edhe një mall ndaj të shkuarës, apo mund të ndjejmë nostalgji edhe ndaj lidhjeve të cilat të vërtet kanë qenë problematike. Në këtë rast, shenja semafor do të këshilloj që të jemi realist ndaj përqasjes që kemi ndaj njerëzve. Të mundohemi që të shikojmë gjërat ashtu siç janë. Jo çdo gjë është e bardhë dhe jo çdo gjë është e zezë, të mundohemi të jemi vërtet realist në përqasjen që kemi ndaj jetës. Hëna e plot do ta le të themi që do të na hapi rrugën e kësaj. Është ditën e mërkurë. Gjatë asaj dite do të jemi shumë më të aftë për të perceptuar këto që sapo thash, dhe nëse arrim që të përdorim këto elemente që po mësojmë, ne kemi më të thjeshtë që të përzgjedhim të gjërat që janë më të nevojshme në jetën tonë dhe të fokusohemi aty. Mund të kemi disa shkënjime në lidhje me shoqërinë. Këto përsëris sepse shenja e gaforës në këto momente mund të jetë shumë e stimuluar nga jashtë dhe detyrimisht mund të perceptojë gjërat më ndryshe se çfarë janë në realitet. Prandaj edhe gjatë kësaj jave nuk do të këshilloj që të marrin vendime të nxituara në lidhje me askënd dhe me askush. Cilat janë ndikimet pozitive që do të ketë shenja e gaforës ose më thënë ku duhet të fokusohet. Në këto momente kemi një zgjerim të dukshëm të jetës së tyre sociale, edhe pse do të kemi shkënjime, siç e përmenda, duke qenë se do të kemi shumë njerëz të rinj që do të hyjnë në këto momente në jetën e tyre, po ashtu dhe rikthime nga shkuara. Për ta do të kemi një zgjerim të dukshëm të rrjetit të tyre social. Kjo mund ta stimulojë dhe më tepër, mund të dojë biletar ratiset në zonën e të komfortit të mbyllet në shtëpi, por këtë nuk do të këshilloj sepse të gjitha persona mund të bëjnë edhe elemente shumë të rëndësishëm për krijimin e karrierës së tyre dhe të stabilitetit që ata dëshirojnë. Për sa i përket shëndetit, shenja e gaforës gjatë gjithë kësaj jave është shumë e prekur, sidomos pas ditës së martë, duke qenë se mund të veprojnë në mënyrë shumë impulsive dhe sidomos në qoftë se nuk i përmbajnë programet të tyre pra që të bëjnë sportin e tjerë, kemi mundësi që të kemi një shëndet të dobët gjatë gjithë javës, prandaj do të këshilloj që të jemi të përmbajtur ndaj rutinës tonë, pra të bëjmë sportin që na nevojitet, të ushqehemi ashtu siç duhet, sepse kjo është një nga pikat më kryesore, dhe të qëndrojmë larg sheqerit gjatë gjithë javës. Kjo është një nga gjërat më të rëndësishme. Për sa i përket çështjeve sentimentale, për shenjën e gaforës, jemi në një fazë në këto momente ku mund të krijojë lidhje shumë të shëndetshme, mjafton që të jetë më e qetë dhe më përziese për gjërat e tjera që ka shumë në moment që po e stimulojnë. Mjafton që të përqendrohemi nga një gjë në çdo ditë. Okej, dhe shenja e luanit. Për shenjën e luanit gjatë gjithë kësaj jave, bile mund të them që është një periudhë e gjatë, ka pasur stimulime të shumta, kjo mund të ketë bërë pak më nervoz. Në këto momente kemi të vendosur dhe Plutonin përballë me ta, edhe kjo stimulon në mënyrë të dukshme. Ja, gjatë javës së kaluar kishim këndin negativ të diellit me të njëjtin Pluton dhe kjo e ndikonte në mënyrë negative shenjën e luanit. Pra nuk dinte se ku të qëndronte, ndërkohë që gjatë kësaj jave do të ketë Venusi një kënd negativ me Plutonin dhe kjo do ta ndikojë më tepër në çështjet sentimentale, sepse familja e tyre mund të ndërhyjë tek marrëdhëniet bashkëshortore ose tek marrëdhëniet që kanë me partnerët e tyre. Për këtë arsye shenja e luan do të jetë vërtet shumë e stimuluar dhe i lodhur. Mënyra se si mund të kaloj këto më thjesht është që të bëj një hap më mbrapa dhe t'i lej personat që nëse kanë problem me njëri tjetrin, t'i zgjidhin me njëri tjetrin pa të mos ndërhyjnë në marrëdhënie që kanë njerëzit me njëri tjetrin. Sado që këta të jenë, siç e thash, bashkëshortët ose bashkëshortet me prindërit e tyre, kjo është diçka që shenja e luanit në këto momente duhet të qëndrojë pak larg, sepse mund edhe të shkaktojë më tepër dëme se çfarë mund të rregullohet. Për sa i përket vetes së tyre, ky është një moment ideal për të krijuar një stabilitet ekonomik. Prandaj do të këshilloj që të fokusohemi këtu. Me kalimin edhe të Marsit tek shenja e Shqiptarit që do të jetë ditën e martë, do të kemi një fuqizim shumë të madh të fatit, mund do të jemi aktiv, proaktiv në këtë rast. Kjo do të rrisë në mënyrë të dukshme energjinë e tyre dhe do të shtyjë ata drejt një kreativiteti vërtet shumë të lartë. Prandaj edhe në vend që të fokusohemi tek gjëra që nuk i zgjidhim dot dhe të fokusohemi tek punët të cilat kanë të bëjnë me të tjerë, do të këshilloj që të fokusohemi tek punët që kanë të bëjnë me ne. Kjo do të shpiratan në një rritje vërtet shumë të madhe në karrierë, sepse në këto momente kanë mundësi që të lindin nga e para, të rilindin pra, dhe të krijojnë edhe jetën që ata dëshirojnë vërtet, një jetë luksi që ata e meritojnë.
Për sa i përket shëndetit edhe shenja e luanit, në këto momente siç e vini re të gjitha shenjat janë të prekur, por edhe shenja e luanit është e prekur. Në përgjithësi duhet jemi të kujdesshëm sepse kemi një super energji dhe për ta. Nëse mbajmë në kontroll, kemi mundësi që të jemi më mirë nga ana shëndetësore, por nëse nuk mundemi ta marrim në kontroll, do të shkaktojmë dëme të dukshme edhe vetes. Duke qenë se shenja e luanit ka më tepër probleme në përgjithësi, është më i prekur tek rrugët kardiovaskulare, mund edhe të krijet probleme tek kjo pikë. Shenja e Virgjëreshës, gjatë javës në vazhdim, ditët që do t'i këshilloja si fillim që t'jem pak më të kujdesshëm, do t'jetë dita e premte dhe e shtunë, duke qenë se gjatë këtyre ditëve mund të kenë tendencën që të veprojnë në mënyrë impulsive dhe të thonë fjalën e fundit në fillim në lidhje me karrierën e tyre. Do të jenë pak më tepër kryenetsh ndaj veprorëve të tyre. Dhe kjo normalisht do të përkthehet edhe në probleme të rëndësishme. Me kalimin e Uranit në datën 8 ose më thënë me rikthimin e Uranit tek shenja e Demit, për ta do më thënë një fokusim shumë i madh tek rritja e tyre personale. Do të duan që të trajnojnë më tepër, bile mund të vinë përpara edhe mundësi për të trajnuar. Pikërisht në lidhje me këtë temë, në qoftë se dëshironi që të dilni jashtë shtetit, ky është një moment ideal. Merkuri do të kalojë në retrograd pikërisht atë ditë, pra do të ndalojmë më të them pikërisht në datën 8 nëntor, por për shenjën e Virgjëreshës, ndryshe nga çfarë ishte tek shenja e Binjakëve, ndikimi do të jetë pak më i zbutur, sepse drejtuesi tjetër i tyre, që është Ceresi, në këto momente është në një pozicion shumë pozitiv, që e rrit në mënyrë të dukshme energjinë e tyre, bile shton shumë edhe Begatin. Dhe ai do të jetë në një kënd pozitiv me Merkurin. Dhe kjo do të thotë që mendja e tyre punon në mënyrë shumë efikase për të hapur rrugën fatit. Pra, fati në këto momente e meritojnë vërtet sepse dhe punojnë drejt saj. Shton në mënyrë të dukshme kreativitetin dhe në qoftë se ndjejnë nevojën që ta, siç e thash, edhe që të trajnohen, kjo do të ndihmojë në mënyrë të dukshme në rritjen e tyre në karrierë, për të stabilizuar anën e tyre materiale dhe për të krijuar një rrjet social i cili ndihmon në çdo aspekt. Në çështje sentimentale, në këtë moment, shenja e Virgjëreshës ka një fat vërtet shumë të madh. Ndonse kjo vjen nëpërmjet sfidave dhe nuk arrin që ta perceptojnë ndoshta në fillim, në qoftë se marrin mendimin e shoqërisë, kanë mundësi që këtë ta kuptojnë ose më them që do të ndihmojnë në mënyrë të dukshme dhe të përzgjedhin personin që ju nevojitet. Kemi një ndikim vërtet shumë të fuqishëm në lidhje me komunikimin. Do ta ndiejmë shumë herë më tepër javët në vazhdim, por në këtë momente, duke qenë se mund të jemi pak më të manipulueshëm, do t'i këshilloja që çdo gjë që dëgjojmë ta analizojmë edhe një herë dhe pastaj në qoftë se shikojmë të paarsyeshme ta zbatojmë. Bile mundësisht të pyesim edhe persona nga shoqëria jonë që kemi besim, sepse jo çdo gjë bëhet fjalë më tepër në lidhje me investimet, mos bëjmë argjime të kota për. Përsa përket shëndetit, shenja e Virgjëreshës është ndikuar si të gjithë ne, normalisht duhet jemi të kujdesshëm, mundësisht të përmbajmë një rutinë më të shëndetshme, nëse kemi egzageruar me ushqimet, sepse në këto momente sistemi i tretës është i prekur dhe shenja e Virgjëreshës mund të kemi pasur tendencë për të ushqyer më tepër se ç'do, ose për të përdorur ushqime që na dëmtojnë. Gjatë javës do të këshilloj që të jemi më të vëmendshëm. Mirë pra, natën e mirë, faleminderit edhe një herë që më kujdes. Natën.